Alo, mirëmëngjes, Orhani prej Cyriut. Po, zotri Orhan, çka ndodhi që ne prej Cyriut? Jo, në Sirena nuk kemi kështu. Mirë po kur kesh ngilan, sa herët që vi, edhe i shon mëngjes, me të vërtet është pak rrezikshme, mi po kështu qende të bum, për arsye të fëmijëve. Po. Tregoj drejt edhe për mua është pak jo e imagjinueshme. Kur i shoh gjitha qenë në për qytet. Në për qytet po flet në Gjilan? Po, edhe nuk pe kuptoj pse nuk ka mundësi dyqysh mi avbo një vend. Tregoj drejt, aty unë vetë ku mendu, se nuk është bërë shumë e vështirë për me mujt me bo një vend për me mujt mi strehu qend. Po, është një problem dhe kemi këso jave, kam rëndë dhe javën e kaluar, të kemi dikë prej ministrisë për këto projektet që i kam për menaxhimin e qenëve ndacak, se disa prej komunave ka që kanë ndërmarë vendime hapa të ndryshëm. Gjilanin nuk i kemi pas deri tash për këtë shqetësimi për qenë ndacak, po kemi pas dikën dhe prej komunës me pa cilat janë hapat pra që i kanë ndërmarë. Falenderoj shumë, zotri Orhan, për ndryshe qysh është koha ndeka Cyriu, a i kemi kështu si Knejka Kosova? Koha është e vrënd. Besoj në 7 qilet me kalimin e kohës.